Në këtë program të mëngjesit, une nuk thira që në ati sinjale e kisha në rengë kështu, ashtu po pak ma vonë. Kam thirë me thuj monotonin, po edhe rutinin e disa prej programeve të Fontanës, sepse nga njerë është mirë mu largu nga politika, e cila nuk përna jep emocionet mira, për konë razi, vetë sa përna shtreson e përna e rëndon shëndetin me ndorë. Unë mas me humë shumë ko, në formë të vargjeve kam shpërfash shëtsimin, nëse shumë si për klasën tonë politike, e cila nga njerë mas sam shpesh herë, përna e qënë dhejtën e krisë. Titulli i këtyne vargjeve është shpresë dhe zhgënjim. Sot, për dallim prej tana herave, du me ngrit zanin deri të dielli, e me ju folë rënd do buracerave për e natët tona sa pesha e qielli. Pak pa janis shkronjave dhe vargut, i qova mend të rilindja jonë. O, sa shumë kish pas marë mami, ne ja pa faqen e ndryshme rasës tonë. Si kuretja që të kapë në ngut, në pik të verës, në kulm të vapës, ndalova të kjo gurë me pi uj, me hek etjen e ma shumë mamin. Në qëtër nanë, si ku në filma, kom pa unë o qka s'kom pa, as një popull ka i bjen drithia, s'ka hek ka shumë si nga nërshka. Pa i bashkë kush, as dhe krisi, se ka përjetu ferin e kësaj bote. Me qëtë zorit e kemi mbajt shpirtin, hiq ma pak se një 2.000 më të bote. Por se dorën zemër kisha me thanë, fal mendjeve të ndryshme të rasës sonë, që si ka mungu nas një rëthanë, e kemi ujt genin si syt në balë. Po tash qka për më gjetë me ratën tonë fisnike? Mas në kanë ra mësysh orë të liga, në rëndë se më punun për Shqipërinë etnike, për në shkon jeta si lufta me shtriga. Me konë gjallë thishta, a i mëj madhi, prap kish me thamë për i zemës plasë. Shqiptarët janë një ashtu si i Dan Hasmi, vraji mëj përëndi pasat përgat. Ta është qëtër gjanë du mi o thamë. Krejt pa hile e pa asnjë leqe. Bashku gjanë s'na bjen tamam, edhe me të keqit i bajnë lepe peqe. Vlasa jonë më thëmë klika politike, në vend se më në avon mësime edukat, herë për balë, herë mëra pa shpine, fort e të riftushëm për në përqanë. A dhe kua me a thonë në sy, për te këtë tuja që i keni në grumbull, as një kokër se gjujmë këti, pa mush men o krye kunguj. Mos kujtoni që nuk na ju marrin vesh. Ju jeni si gacat e mlumin tanar, pse nga njëherë i shtim veshët lesh, u a njohim juve dhëmb edhe mballë. Ju daskajt e djallit kur mos kujtoni, që atë popull fisnik me 99.000 hale, s'keni me mujt ta mashtrani, me lmosh e me najsop harën. Dhe një popull që i ka duru 20 shekuj, ka me dit me a këthy shpinën. Në corat ka me përshty, o ju të zgjebur, pa pardon, e pa asnjë dhimbje. Për fund, veç edhe një porësi. Ju politikanët me pak përjashtim, mos ne e prish një valësin e lumëturisë, se ju malkujnë brezat në këtë jetë e në mëshim. Zeqer, vargjët i përfundova, por për me përmbyll këtë parodi, unë përjetitoj një thonje shumë epike të rilindasit minjor Mithat Frashëri. Që ka thot këj njeri i urtë? Shqiptarët do t'i fitojnë të gjitha luthat, po sa ta kënë përfunduar betejën e fundit me zveti. Po e përsëris, shqiptarët do t'i fitojnë të gjitha luthrat,
Posat e kanë përfunduar detin e fundit në Zveti.